Pse jemi porositur të mos presim thojt dhe flokët kur të bëjmë kurbane? Po, profeti sallallahu alaihi wasallam ka porositur për gjë të tillë kur ka thënë: kur të hyj hëna e muajit Dhulhijhe, muaji që përmban haxhin dhe festën e kurbanit, dhe ndonjëri për jush dëshiron të bëj kurban, atëherë ai të mos pres qimet e trupit të tij dhe gjithashtu thojt e tij derisa të bëhet kurbani. Dhe këtu bëhet fjalë për një periudhë 10 ditore, nga dita e parë e muajit Dhulhijhe deri në ditën e 10 dhe që është dita e kurbanit. Dhe kjo porosi për profetit sallallahu alaihi wasallam nuk është nga vetja e tij, por nga ajo që i shpallet profetit sallallahu alaihi wasallam nga Allahu i madhëruar, dhe Allahu i madhëruar prej cilësive të tij është urtësia, që do të thotë se ai kur urdhëron apo ndalon nga një gjë, urdhërimi apo ndalesa e tij ka një qëllim të caktuar. Edhe në këtë adet, siç thon dietarët e Islamit, ka një qëllim të caktuar, dhe qëllimi është se profeti sallallahu alaihi wasallam ka dashur që në këtë adhurim të mos hyhet vetëm në një formë, një mënyrë që tregon për ulësi, durim, për kushtim ndaj Allahut madhëruar, që më pas kur bëhet kurbani të arrihet qëllimi i tij dhe të fitojmë kënaqësinë e Zotit tonë.